Maskulin në sektorin e mas të oficinës trenave ndodhesh mes zhurmës dhe figurave voluminoze metalike. Këtu kryhet shërbimi dhe riparimi i lokomotivave dizel. E kanë filluar punën shumë mirë e kurrë, tregon trenisti veteran Agim Kraja. Të gjithë kemi pësuar një ndryshim të madh, edhe ne, edhe oficina jonë. Më parë nuk kishim brigadë shërbimi për mirëmbajtjen e lokomotivave dizel, si dhe lokomotiva të tilla s'kishim, kurse tani një herë në muaj, lokomotivat futen në oficinë për radhën e shërbimit. E nisëm rrugën tonë të vështirë me një barak të thjesht e 2 torno, kurse sot ju e shikoni vetë se ku kemi arritur. Puna jonë tani ka pësuar një opë cilësor të ndjeshëm. Ndoshta para disa vjetësh, përpjekja për të modifikuar sistemin e ushqimit pistonave me nap vendi do t'ishte e pamundur, kurse sot ky eksperimentim është bërë realitet. Oficina jonë ka pësuar një ndryshim të madh, dhe ky ndryshim nuk mund të ndahet nga puna e njerëzve. Mekanizimi dhe njeriu janë afër njëri tjetrit, sepse biografia e një ndërmarrje është e pandashme nga biografia e njerëzve që punojnë në të. Tu në oficinë punojnë edhe djemtë e mi. Ne me shaka na quajnë familje trenistësh. Edhe gruaja ime punon për trenistët. Ndoshta edhe vajza ime do të bëhet treniste. Këtë dëshira e shpreh vazhdimisht. Është e kuptueshme. Të rit do të na zëvendësojnë. Ja, në repartin e pajisjeve të reja, të gjithë janë të rinj. Rinia prodhon terren, Flori i kanë duart. Në këtë repart, në duart e këtyre punojësve e kanë zanafillën një sër prodhimesh e mekanizmash që ka bërë oficina jonë. Çdo gjë të vjetër, çdo e kurishte, ata e kthejnë në jetë. I shikoni këto kriko të mëdhenj. I kanë bërë me shtrate topash të vjetër të hedhur ande këndej. Duart e tyre i dhanë hekurit i jetë. Si ky vintur kemi prodhuar shumë. E nisëm me vinçin 3 tonësh dhe arritëm deri në ndërtimin e vinçit të madh ur prej 20 tonësh. Ku do i gjen gjurmët e duarve të tyre? I keni parë stacionet tona e kurudhore apo bunkerët e shkarkimit mineraleve? Gjithçka që shikoni atje është prodhuar nga oficina jonë. Mekanizimi dhe modernizimi i shërbimit e kurudhor nga ditë në ditë vjen duke u rritur. Kjo gjë ka lehtësuar punën e punëtorëve dhe ka rritur rendimentin. Tek ne ka hyrë e reja, por kjo nuk do të thotë se kemi hequr dorë nga makineritë e vjetra. Edhe ato përpiqemi të shfrytëzojmë në mënyrë sa më racionale. Kemi shumë kujtime nga këto lokomotiva. Vitet më të mira të rinisë i kemi kaluar me to. Në lokomotivën me avull, unë u bëra makinist. Riparimi i tyre ka vështirësi. Ndoshta në tërë oficinën, brigada e riparimit lokomotivave me avull e ka më vështirë.
konstruktet metalike të këtyre lokomotivave që janë projektuar afro para një shekulli janë të atilla që kërkojnë mundësi dhe djers për mirëmbajtje e riparim. Sot, unë do të punoj gjatë ditës. Lëvizja në kurudh nuk merr fund brenda një dite. Në përshinat e ekurta gjatë 24 orëve, transportohen vazhdimisht qindra vagona me pasagjere mandra nga e gjithë Republika. E gjithë kjo lëvizje kërkon organizim. Në rrjetin e kurudhor, një armatë e tërë punojësi shërben për mbarvajtjen e qarkullimit. Stacioni i Durrësit, duke qenë pranë portit detar, mbat një pjesë konsiderueshme të prodhimeve të vendit për t'i eksportuar ato në botën e jashtme. Du gjen një konkretizim të plot punave të mundëse e klasës sonë punëtore. Gjithçka është e mekanizuar, me vinça, me griper, vinça ur, bunker e transportier. Në këtë stacion të madh e modern, çdo lëvizje trenash është e kalkuluar sipas një plani të studiuar. Transporti me trena preferohet nga udhëtarët. Jo vetëm në Durrës, por në të gjitha stacionet e kurudhore të vendit, vazhdimisht një masë e madhe pasagerësh lëviz në drejtime të shumta. Lokomotiva ime do të mbartë sot pasagjerë për në stacionin më të ri, atë të Librazhit. Ndërkohë, mund të njihemi me dispečerin. Truri dhe zemra e kurudhës. Kështu e quajmë dispečerin ne punojësit e kurudhave. Që këtu lëvizja e trenave me pasagjerë dhe mandra drejtohet në mënyrë të përpikët. Mbase më mirë se kudo mund ta kuptosh këtë grafik dhe lëvizjen e trenave, këtu në kullën e dispečerisë, pranë tringëllimës telefonave që të lidhin me të gjitha stacionet. Prekëndej marrin detyrën edhe stacionet moderne të sinjalizimit me të cilat po pajisen e kurudhat tona.
Ky është një ndryshim shumë i madh në drejtim të qarkullimit. E ardhmen e kurut u takon semaforëve. Është aparatura më moderne që përdoret sot. Komandimi bëhet i përpikët. Me këtë sistem sinjalizimi shkurtohet shumë fuqia punëtore dhe eliminohen në maksimum çrregullimet e qarkullimit. Ne trenistëve, sistemi i ri i sinjalizimit na lehtëson shumë punën. Me këto e nisi jetën transporti ynë kurudor, që atëherë kanë qenë pothuajse jashtë përdorimit. Na duket sot si diçka i largët fakti që më parë konduktorët ishin burra. Sot ata janë zëvendësuar të gjithë nga gratë. Tek ne punojnë shumë gra, bile edhe kryetaret e trenit janë gra. Gjatë udhëtimit ne ndjem veten të sigurt. Brigadat e tëra punëtorësh merren çdo ditë me mirëmbajtjen e linjës. Për vitet e tëra, me lokomotivën time çaj përmes fushave. Çdo vit ndryshon peizazhi i tyre. Veprat e reja industriale sikur mbijnë nga gjiri i tokës. Ndërsa tani syrim po mësohet me peizazhin e ri që shtrihet në dy krahët e kësaj traseje të ndërtuar nga rinia. Të tjera trase, me të tjera udhë të ekurta do të shkelim, sepse zhvillimi i transportit e kurudor po rritet me hapa të shpejta. Më parë trenat tanë brenda 12 orëve bënin 154 ton kilometra, kurse sot brenda 12 orëve bëjnë 430 ton kilometra. Vite më parë në 12 orë, në udhët tona të ekurta lëvizin 15 trena, ndërsa sot nga Laçi në Fier e deri në Librasht lëvizin 80 trena. Në ditë veçanta, vetëm në linjën Tiranë-Durrës, trena transportojnë afro 30.000 njerëz. Transporti e kurudor rritet dhe zhvillohet me ritme të shpejta. Në një taft me të afërt, shifrat do të ndryshojnë përsëri.